Liderët evropian riafirmuan mbështetjen për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Aksion policor në Shkup dhe Kumanov arrestohet ish drejtori i drejtorisë së librave AM Bujar Dardishta. Aktivistët e mbrojtjes së mjedisit bëjnë thirrje të mos përdoren fishek zjarret për vitin e ri. Deputetët opozitarë në Shqipëri shkaktojnë përplasje fizike në kuvent. Përshëndetje shkues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në samitin e BE-s për Ballkanin Perëndimor në Bruksel, liderët evropian riafirmuan mbështetjen e plotë dhe për antarësimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa theksoi se Maqedonia e Veriut duhet të bëjë një zgjedhje politike mes të kaluarës dhe një të ardhmje të përbashkët evropiane. Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski u shpreh se vendi është i përkushtuar të përmbushë të gjitha kushtet për integrim dhe se qytetarët e meritojnë këtë proces. Liderët evropian kanë publikuar një deklaratë të përbashkët pas mbajtjes së samitit BE Ballkani Perëndimor, ku ata riafirmuan angazhimin e tyre të plotë për antarësimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Përmes kësaj deklarate, liderët evropian kanë riafirmuar angazhimin e plotë dhe të paekujvok për perspektivën e antarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE. BE mirëpret angazhimin e partnerëve të Ballkanit Perëndimor për të mbrojtur vlerat dhe parimet evropiane në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, primatin e demokracisë, të drejtave themelore dhe sundimin e ligjit, dhe pret që ata ta demonstrojnë këtë si me fjalë ashtu edhe me veprime, duke marrë përgjegjësi dhe duke zbatuar reformat e nevojshme, veçanërisht në fushën e parimeve themelore. Në këtë samit morën pjesë liderët e Bashkimit Evropian dhe krerët e shteteve të Ballkanit Perëndimor, ndërkaq takimi u kryesua nga presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa. Duke folur për procesin integrues të Maqedonisë së Veriut, Costa tha se autoritetet e vendit duhet të dinë se çfarë duhet të bëjnë. Ai theksoi se përpos detajeve teknike të procesit, ekziston një zgjidhje fundamentale politike që duhet të bëhet, zgjidhje mes mbetjes së robëruar në të kaluarën ose ecjes përpara drejt një të ardhmeje të përbashkët në Bashkimin Evropian, duke aluduar këtu në kontestet historike të popullit maqedonas me Bullgarinë. Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski para fillimit të samitit BE Ballkani Perëndimor tha se si qeveria e Maqedonisë së Veriut ata angazhohen të përmbushin gjithçka që është e nevojshme për këtë proces, sepse siç tha ai, qytetarët e Maqedonisë e meritojnë këtë. Ние како држава тоа го заслуживме много отдавна. Si shtet, këtë e kemi merituar prej shumë kohësh, sepse rruga jon ka nisur para 25 vitesh, por për arsye artificiale, ende nuk mund të jemi pjesë e familjes evropiane. Presim që çështjet bilaterale nuk do të jenë pengesë, por përkundrazi, presim mbështetje nga fqinjët tanë në ambicien e Maqedonisë së Veriut për të bërë pjesë e BE-s. Nga ana tjetër, kryeministri në largim i Bullgarisë Rosen Zheljaskov tha se nuk kanë çështje bilaterale të pasgjidhura me Shkupin dhe nuk janë të përfshirë në asnjë lloj mosmarrëveshje me Maqedoninë e Veriut lidhur me çështje që kanë të bëjnë me të ashtu quajturin kompromis të korrikut 2022. Моето виждане, колкото се може Ky по-скоро. është një qëndrim pan-evropian. Qëndrimi ynë si vend antar është se çdo vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian mbi bazën e meritave të veta duhet të vlerësohet për përparimin e tij nga vetë bashkimi dhe jo nga një shtet antar i veçantë. Kujtojmë se si pjesë e propozimit francez të miratuar nga Kuvendi i Maqedonisë në vitin 2022, vendi duhet të futë në kushtetut pakicën bullgare në mënyrë që të hap kapitujt e negociatave. Policia ka arrestuar disa persona për shkak të dyshimeve për kryerjen e veprave penale të natyrës financiare ekonomike. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka konfirmuar se në këtë aksion është arrestuar edhe ish drejtori dhe funksionari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Dardishta.
Ministria e Punëve të Brendshme në koordinim me Prokurorinë Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit nga mbrëmja kanë zhvilluar një aksion në të cilin janë arrestuar disa persona për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerje të veprave penale të natyrës financiare ekonomike. Aksioni është zhvilluar në disa lokacione në Shkup dhe Kumanov, ndërkaq Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka konfirmuar se në këtë aksion është arrestuar edhe ish drejtori dhe funksionari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Dardhishta. Ministri Pançe Toshkovski thotë se aksioni është realizuar në koordinim me prokurorinë dhe gjykatësin e procedurës. Ministria e Punëve të Brendshme nga mbrëm po edhe sot vazhdon të zhvillojë një aksion të koordinuar, për të cilën janë marrë në vazhdimsi masa, me urdhër të Prokurorisë Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjatë ditës do të japim informacione të rëndësishme që janë në interes të opinionit. Kemi marrë masa dhe kemi privuar nga liria personin që ju po e përmendi dhe do të vazhdojmë të veprojmë në bazë të urdhrave të gjykatësit të procedurës. Bujar Dardhishta është ish drejtori i drejtorisë së librave AM, por edhe ish drejtori i elektrodistribucionit. Arestimi i tij lidhet me akuzën për pastrim të parave. Ndaj ish drejtuesve të ndërmarrjes publike higjiena komunale është ngritur zyrtarisht akt akuzë për veprën penale rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Prokuroria ka njoftuar se hetimi ka treguar se gjatë muajit tetor të këtij viti të dyta akuzuarit duke mos ushtruar mbikëqyrje për mbledhjen, transportin dhe menaxhimin e papërshtatshëm të mbeturinave kanë shkaktuar rrezik për dëme të konsiderueshme në cilësinë e tokës, ajrit ose ujit. Prokuroria Themelore Publike ka ngritur akt akuzë ndaj ish drejtorit të ndërmarrjes publike higjiene komunale Sabahudin Rustemi dhe përgjegjësit për menaxhimin e mbeturinave Aki Saiti, të cilët dyshon se kanë kryer veprën penale rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Prokuroria gjithashtu kërkon që të dyshuarve masa e parapërkimit u zëvendësohet me masa kujdesi, ndërsa për Saitin, i cili është ende i punësuar në ndërmarrjen publike higjiene komunale, prokuroria kërkoi që të largohet përkohësisht nga vendi i punës. Hetimi ka treguar se gjatë muajit tetor të këtij viti, të dy të akuzuarit duke mos ushtruar mbikëqyrje mbi mbledhjen, transportin dhe menaxhimin e papërshtatshëm të mbeturinave, kanë shkaktuar rrezik për dëme të konsiderueshme me cilësinë e tokës, ajrit ose ujit, rrezik për jetën ose shëndetin e njerëzve. Së bashku me të pandehurin e dytë, thuhet në padi, i punësuari si menaxher për mbeturina në grupin 5, i cili posedon certifikatën profesionale për menaxhim të mbeturinave nga Ministria e Mjedisit Jetësor, me dashje ka vepruar në kundërshtim me ligjin për mjedisin jetësor dhe ligjin për menaxhimin e mbeturinave. Si sqaroi nga atje, ata nuk kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete për mbrojtjen e mjedisit edhe nuk i kanë zbatuar planet edhe programet për menaxhimin e mbeturinave komunale në territorin e qytetit të Shkupit. Pasi nuk e kanë realizuar detyrën bazë, mbledhjen dhe transportimin e rregullt të mbeturinave të padëmshme, e as nuk kanë kërkuar ndryshime në planin operativ apo programin operativ të pandehurit, kanë mundësuar krijimin e deponive në hapësira publike dhe rrugore, me hedhjen e mbeturinave pranë kontenjerëve të paraparë. Me qenë se mbledhja e provave ka përfunduar dhe të pandehurit nuk kanë më mundësi të ndikojnë në procedurë, prokurori publik ka propozuar që masa e parapërkimit të zëvendësohet me masa kujdesi, ndalim të largimin nga vendbanimi, detyrim për paraqitje periodike në gjykatë dhe heqje të përkohshme të pasaportës ose dokumenti tjetër për kalimin e kufirit, respektivisht ndalim për lëshimin e tij. Ndërkohë, për të pandehurin që ende është i punësuar në ndërmarrjen publike, është propozuar edhe një masë shtesë, ndalim i ushtrimit të aktiviteteve të caktuara të lidhur me veprën penale dhe largimi i përkohshëm nga vendi i punës. Seanca e Këshillit të Prokurorëve Publik, në të cilën duhej të emërojë ushtruesi i detyrës kryeprokuror shtetëror pas dorëheqjes së Lupço Kocevskit 2 ditë më parë, është shtyrë. Shtyerja erdhi për shkak të mungesës së njërit prej anëtarëve të Këshillit, konkretisht për shkak se nuk ishte e pranishme prokuroria Jelena Dogazanska Koleva. Propozimi për shtyrjen e ka dhënë prokurori Ermon Neziri, i cili u pranua nga anëtarët me arsyetimin se bëhet fjalë për një funksion shumë të rëndësishëm shtetëror dhe se Këshilli duhet të jetë në përbërje të plotë gjatë zgjedhjes së pasardhësit të përkohshëm të Kocevskit. Anëtarët e Këshillit u dakorduan që seanca të ricaktohet për të hënën në orën 11. Deputeti i Frontit Evropian Skender Recep-Zejdi ka quajtur tallje ligjin për përfaqësim të drejtë, duke theksuar se ai është jo përmbajtësor dhe pa mekanizma zbatimi pavarësisht vlerësimit pozitiv
nga Komisioni i Venedikut. Ai kritikoi dhe përdorimin e gjuhës shqipe në kuvend, duke thënë se dokumentet dorëzohen vetëm në maqedonisht. Deputeti i Frontit Evropian Skender Rexhepi Zejdi e ka quajtur tallje ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili mori vlerësim pozitiv nga Komisioni i Venedikut. Ai gjatë emisionit Debat në Shenja tha se edhe vetë Komisioni i Venedikut ka thënë se ligji ishte i mirë, por jo përmbajtësor. Sipas tij bëhet fjalë për një propozim ligj të turpshëm me 11 pika nga të cilët gati se asnjëherë nuk është obligative dhe nuk ka asnjë lloj mekanizëm me të cilën do të jetësohet e njëjta në praktik. Vlerësimi i tyre nuk është i yni. Do të thotë që ne e kemi bindje për momentin që e kemi pa, është vlerësimi vetë komisionit, është jo përmbajtësor, nuk parashef sanksione për ata të cilët nuk e realizojnë, nuk parashef mekanizma po metodologji se si duhet ta bësh përfaqësimin e drejtë dhe etnik. Sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe në kuvend, Zejdi tha se në çdo seancë në kuvend dokumentet vijnë vetëm në gjuhën maqedonase, duke akuzuar se kjo bëhet me qëllim derisa ata të merren me gjuhën shqipe, të mund të kalojnë të gjitha projektet tjera që i tangojnë shqiptarët pa analizuar përmbajtjen. Po, megjithatë, fatkeqësisht aty nuk është kryetar kuvendi ai, është kryetar kuvendi koordinatori i VMRO-s, i cili në vazhdimsi ja jep instruksionet si duhet veproj, kur duhet të reagojë dhe çfarë duhet të reagojë. Kështu ne jemi dëshmitar që është turpshëm të shefsh një pozitë tillë ku kryetari i kuvendit merr instruksione nga kryetari i grupit parlamentar, një partie politike, të cilët në bazë të cilive edhe reagon edhe funksionon në kuvend. Është e dhimbshme sinqerisht. Kujtojmë se gjykata kushtetuese në tetor të vitit të kaluar shfuqizoi balancuesin, mekanizmin që rregullonte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve në institucionet shtetërore. Pas kësaj, qeveria përpiloi ligj të ri për përfaqësimin e drejtë, të cilin e dërgoi për mendim në Komisionin e Venedikut. Ndërkaq kushtetuesi apo ashtu filloi vitin e kaluar procedurë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve, por seanca për këtë lëndë është prolonguar disa herë. Aktivistët e iniciativës qytetare Zelen Human Gradu kanë bërë thirrje kryetarëve të komuneve të Shkupit të heqin dorë nga fishekzjarret për vitin e ri për shkak të ndotjes së lartë të ajrit dhe rrezikut serioz për shëndetin e qytetarëve. Ata theksojnë se përdorimi i parave publike për fishekzjarre është një vendim i dëmshëm dhe i papërgjegjshëm. Aktivistët e iniciativës qytetare Zelen Human Grad kanë dalë me një apel drejtuar të gjithë kryetarëve të komunave të Shkupit që të heqin dorë nga fishekzjarret për natën e vitit të ri. Ata thonë se Shkupi është përsëri ndër qytetet më të ndotura në botë, me përqendrime jashtëzakonisht të larta të grimcave PM2.5 dhe PM10. Ndajse në kushte të tilla, çdo shpërthim shtesë është një goditje e drejtë për shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Ne përsjellim mesazhin e qindra bashkëqytetarëve që na shkruajnë çdo ditë. Nuk duan fishekzjarre për natën e vitit të ri askund në Shkup. Si zyrtar publik të zgjedhur nga qytetarët, ju keni detyrimin t'i mbroni ata nga ndotja, zhurma, ngacmimi dhe përkeqësimi i shëndetit dhe kafshët nga stresi, paniku dhe vdekja e mundshme. Ndërkaq, ata thonë se organizimi i fishekzjarreve me para publike pas të gjitha informacioneve të provuara shkencërisht që kanë ndarë, siç shpjegojnë ata, është një vendim i vetëdijshëm për të injoruar realitetin në dëm të gjithë qytetarëve. Zelen Human Grad shton se ne nuk paguajmë për vendimet e dëmshme politike vetëm me paratë tona të fituara me mund, por ne paguajmë për to me gjën më të çmuar tonën, shëndetin. Ata thanë se madje do të shpallin publikisht emrat e të gjithë kryetarëve të bashkive të Shkupit, që do të angazhohen të mos organizojnë fishekzjarre për vitin e ri, pasi që sipas tyre Shkupi di të festojë me dinjitet. Në lagjen Ingjikov të komunës të Gazibabës, autoritetet lokale kanë realizuar herët në mëngjes një aksion për shembjen e një objekti të ndërtuar pa leje. Aksioni i nisur në orën 5 të mëngjesit me mbështetje policore u krye pasi investitori kishte vazhduar ndërtimin pavarësisht ndalesës zyrtare. Kryetari i komunës Boban Stevkovski u bëri thirrje qytetarëve të respektojnë ligjin dhe paralajmëroi se ndërtimet pa leje do të shemben pa përjashtim.
që në orët e para të mëngjesit lagja Ingjikov në komunën e Gazibabës u bë skenë e një aksioni institucional për shembjen e një objekti që sipas autoriteteve lokale ishte ndërtuar pa leje. Sipas informacioneve nga kryetari i komunës Boban Stefkovski, aksioni nisi në orën 5 të mëngjesit pas një koordinimi paraprak me Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjë që solli prani të shtuar policore dhe angazhim të mekanizmit të rënd ndërtimor. Bëhet fjalë për një objekt në fazën e karabinës, i cili kishte plan të ndërtojë më tej, pavarësisht ndalesave të mëparshme nga institucionet kompetente. Në momentin e aksionit, objekti ishte në katin përdhe, faza e karabinës, me qartësi për qëllim të ndërtimit të një kati shtesë, pavarësisht të vendimit të inspektorit të ndërtimit për ndalimin e punimeve dhe mbylljen e kantierit. Subjekti nuk veproi sipas vendimit dhe vazhdoi aktivitetet ndërtimore. Kryetari i komunës gjithashtu u bëri apel qytetarëve të mos fillojnë ndërtime pa dokumentacionin e nevojshëm, duke theksuar se ligji do të zbatojë njësoj për të gjithë, duke paralajmëruar shembje. Në Araçin është përuruar sot rikonstruimi i ambulancës i realizuar nga Komuna e Araçinës në bashkëpunim me organizatat humanitare Islamik Reliev dhe Kalliri i Mirësisë. Kryetari Daud Beqiri tha se ky është një projekt shumë i rëndësishëm për komunën dhe banorët. Përfundimi me sukses i rikonstruimit të ambulancës së Araçinës ka bashkuar në një vend kryetarin aktual Daud Beqirin dhe ish-kryetarin Ridvan Ibrahimi. Kryetari aktual Daud Beqiri tha se ky është projekt shumë i rëndësishëm për komunën dhe vetë banorët. Është faza përfundimtare e një projekti të rëndësishëm, ku projekt ka zgjatur 3 vite dhe ka filluar nga fillimi i vitit 2023 dhe përfundon tash në fund të vitit 2025. E ish-kryetari Ridvan Ibrahimi gjatë mandatit të së cilit filloi ky projekt falenderoi donatorët dhe tha se ndryshimin do ta ndjejnë mjekët të cilët punojnë në këtë institucion shëndetësor. Duhet i falenderoj edhe doktorët dhe mjekët që janë sot këtu me neve, se vërtet janë më afër qytetarëve dhe jam i sigurt që këto janë të parë që do ta ndjejnë ndryshimin në këtë hapësirë. Rikonstruimi i brendshëm është projekti realizuar nga Komuna e Araçinës në bashkëpunim me Islamik Reliev, Zyra për Kosovë dhe Shqipëri dhe Kalliri i Mirësisë. Deputetët opozitar në Shqipëri kanë kthyer hapësirën e kuvendit në arenë të përplasjes me oficerët policor, përveç fyrjeve dhe bërtimave, në këtë arenë janë ndezur edhe fishek zjarret. Në kuvendin e Shqipërisë ka pasur përplasje fizike ndërmjet deputetëve dhe me oficerët policor gjatë seancës kur ndër të tjera ishte planifikuar që të diskutohej kërkesa e SPAK-ut për të marrë lejen për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Deputetët demokrat zunë vendet e ministrave pa nisur ende seancat, çka bëri që të përplasen me efektivët e gardës kombëtare. Përplasja ka eskaluar me ndesjen e fishek zjarreve në momentet kur kryetari i kuvendit Niko Peleshi tentoi që të niste seancën. Në një moment, përplasja ka eskaluar me rrëzimin e disa karrikeve. Kryetari i PD-s Sali Berisha vendosi të bënte kamermanin sot gjatë tensioneve në seancën e sotme plenare në kuvend, ai lëshoi edhe disa komente. Kreu i kuvendit Niko Peleshi ka reaguar në Facebook në lidhje me kaosin e krijuar sot në seancën plenare ku opozita bllokoi punimet. Kuvendi i Shqipërisë nuk është thjesht një vend debatesh, por institucioni ku fjala dhe sjelljet e deputetëve duhet të mbajnë dëshmojnë peshën e përgjegjësisë dhe të shërbejnë mirëkuptimit, jo përçarjes, ka shkruar Peleshi. Zoti Balliu, respektoni rregulloren, kështu që hedhim në votim propozimin e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për ndërprerjen e diskutimit. Ushtria izraelite ka goditur me sulme ajrore dhe artillerie disa zona të rripit të Gazës, duke vazhduar shkeljet e armëpushime që hyrin në fuqi në tetor.
Sipas informacioneve të marra nga dëshmitar okular, ushtria izraelite ka shënjestruar zonat lindore të qytetit të Gazës si dhe ka kryer sulme në zonat veriore dhe lindore të qyteteve Khan Yunus dhe Rafa në jug të ripit të Gazës. Ushtria izraelite po ashtu hapi zjarr jo selektiv ndaj disa zonave në qytetin në Gaza dhe Rafa. Sipas të dhënave të zyrës mediatike të qeverisë në Gaza, ushtria izraelite e ka shkelur anë pushimin qindra herë që nga hyrja e tij në fuqi, duke vrarë të paktën 394 palestinezë dhe duke plagosur mbi 1000 persona. Sulmet e Izraelit ndaj ripit të Gazës, të cilët nisën në tetor të vitit 2023 dhe zgjatën 2 vjet dhe cilësohen si me karakter gjenocidal, kanë shkaktuar vrasjen e më shumë se 70.000 palestinezëve, shumica gra dhe fëmijë si dhe plagosjen e mbi 171.000 të tjerave. Ky ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, natën e mirë.